Më 21 gusht 1968, Shqipëria vendosi të mos ishte më palë në Traktatin e Mbrojtjes Reciproke, të formuar nga Boshti i Lindjes në emrin Traktati i Varshavës. Pushtimi i Çekosllovakisë nga forcat e këtij pakti në gusht të atij viti ishte arsyetimi i paraqitur nga udhëheqja komuniste në Shqipëri për daljen e vendit nga Aleanca Sovjetike. Me nisjen e luftës së ftohtë në një botë të ndarë mes lindjes dhe perëndimit, shtetet përkrahën dy ideologji të kundërta dhe përpasoj u rreshtuan në dy bloqe oponente. Më 14 maj 1955, Shqipëria nënshkroi Traktatin e Varshavës, duke u bërë pjesë e Aleancës së Sigurisë të Bashkimit Sovjetik, së bashku me 7 vendet e Europës Lindore. Bashkimi Sovjetik, Shqipëria, Bullgaria, Çekoslovakia, Gjermania Lindore, Hungaria, Polonia dhe Rumania nënshkruan Traktatin e Miqësisë, Bashkëpunimit dhe Ndihmës së Ndërsjellët si një kundërpeshë ndaj Organizatës së Traktatit Atlantiku të Veriut. Ky pakt, i krahasueshëm me NATO-n, kishte për qëllim zhvillimin e konsultimeve mbi çështjet e interesit të përbashkët dhe për ndihmë të menjëhershme ushtarake në rast të ndonjë sulmi në Europë mbi një apo më shumë anëtar.